Kryeministri Edi Rama ka lajmëruar rikonstruktimin e të gjitha godinave të sistemit të drejtësisë deri në vitin 2030. Lajmi u bë me dije në çeljet e episodit të tretë të podcastit Flasim. Për Ramën, infrastruktura e godinave nuk është arritur të mirëmbahet apo të menaxhohet nga vetë drejtësia, dhe kjo për shkak të pavarësisë që fitoi ky sistem pas reformës në drejtësi. Kryeministri është shprehur se qeveria zotohet për të marrë përsipër edhe këtë mision, për t'i ofruar vendit institucione dinjitoze, prokurorie e gjykata, për të shtuar këtu dhe performancën dinjitoze. Përfundimisht kemi vendosur që edhe këtë mision ta marrim përsipër vetë. Dhe në Shqipërinë 2030 të kemi një infrastrukturë tërësisht të transformuar të godinave drejtësisë, sepse nuk mund të vazhdojmë me arna, nuk mund të vazhdojmë më me hapësira dhe me mjedise gjykatash e prokurorish janë shumë larg sqenie dinjitoze, nuk mund të vazhdojmë më me ngushësira që pastaj përkthehen edhe në një performancë që lë shumë për dëshirë. Rama ndër të tjera përmendi edhe operacionin e hapësirave publike, që sipas tij do të vazhdojnë në çdo pjesë të organizimit urban të Tiranës dhe gjithë vendit.